Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithëve, unë jam Kassandra Pali dhe takojmë si gjithnjë me korespondent, hapësira e cila i dedikohet personazheve dhe historive të cilat zhvillohen jashtë kryeqytetit, por fillimisht sigla. Vojsava Sallahi është trajnerja e ekipeve të volejbollit në qytetin e Kukësit. Ajo është mësuese edukimit fizik në këtë qytet, por karriera e saj e sportit në fakt ka nisur tërësisht ndryshe. Ndjekim rrëfimin e saj. Çdo fundjavë shtuna dhe e diela janë ditë të cilat mbledhin dhjetra volejbollistë të shkollave në Kukës, po përgatiten për aktivitetet e ardhshme. Vojsava Sallahi është trajnerja e ekipeve të volejbollit. Prej vitesh është mësuese e edukimit fizik, por karrierën e saj të sportit e ka tërësisht ndryshe. E ka adhuruar marrëzisht futbollin. Ajo tregon se që në vogëli, jati e merrte në kalçeto dhe nisi të angazhohej në futboll. Në fillim me ekipet e grup moshave për djem, e më pas me vajzat, derisa nisi me ekipet profesioniste të vajzave, përfshirë dhe krijimin e ekipit të Kukësit për vajza. Unë sportin e kam nisë që e vogël, që me babin, domethënë, ai shkonte në kalçeto dhe më merrte edhe mua me vete. Domethënë, faktori numër 1 ka qenë familja, është një që më ka shtyr drejt sportit. Normalisht dhe te lagja ku unë jetoj kisha brezit tim ishin më shumë djem. Dhe normalisht më binte që të angazhohesha me ato më shumë. Dhe duke pa dhe talentin tim që kisha më shumti në futboll, babi vendosi që të më angazhonte me sport. Unë fillimisht jam angazhuar me ekipet e grup moshave për djem, se aso kohë nuk është se angazhoheshin shumë vajza. Më pas kjo avancoi derisa unë të merrja pjesë në ekipe profesioniste për vajza, kryesisht në Tiranë. Nuk e di, një vit u krijua edhe ekipi i futbollit për femra të Kukës, po fatkeqësisht nuk zgjati shumë. Dhe përsëri u ktheva me ekipet ekzistuese të asaj kohe që ishte Tirana dhe Kino Studio. Në fillim, probleme me mentalitetin, por nuk e ka patur shqetësim. Edhe në Kukës nisi të përkrahej ekipi i vajzave në stadium. Normalisht mentaliteti aso kohe e konsideronte futbollin si një sport maskullor dhe ishte tabu që një vajzë të angazhohej me futboll në atë periudhë. Po fatmirësisht ky lloj mentaliteti ndryshoi, sepse krahas meje kishte edhe vajza tjera që angazhoheshin dhe disi sikur u pranua nga një pjesë e mirë e komunitetit, kishte raste edhe që në ekipin e vajzave merrnin pjesë në stadiume, në stadiumin e Kukësit edhe tifoz që e përkranin disi. Dhe mbajmën ka qenë ndeshja me Kukësin dhe Vllaznin, që pati një pjesëmarrje shumë të mirë të tifozëve që përkranin vajzat e Kukësit. Thot se një element shtytës ishte i jati, nga që vetë ai nuk arriti të bëhej futbollist. Një ndër elementët shtys ka qenë babai im, nga që më përpara ai donte shumë sportin, por nuk kishte mundësinë ta ndiqte dhe sikur te unë e shikonte atë merakun që ta vazhdoja. Por unë historikisht mbajmën si vajza që luaja futboll, që nga fëmijëria dhe zgjati deri në vitin e 2 universitet. Po angazhimet në universitet dhe kthimi në Kukës më bëri që unë ta ndaloja futbollin, po nuk e kam merak shumë të pjesë, sepse unë mora gjithë esencën e mundshme të sportit, sepse për mua unë dilja, socializohesha, krijoja miqësi që vazhdoj t'i kem edhe sot, udhtonim nëpër qytete të ndryshme, pra nuk është se e kam shumë merak, sepse atë periudhë e shijova pafund. Volejbolli thot se nisi spontanisht pasi filloi punë si mësuese e edukimit fizik, nisi të organizonte edhe ekipet e shkollave. Kjo e volejbollit ndodhi shumë spontanisht, sepse në vitin e parë të punës unë fillova punë tek një qershori dhe aty pata kolegun Fationin, që është dhe koordinatori i ekipeve sportive, dhe ai duke parë pak a shumë punën time dhe dëshirën që kisha që të punoja me fëmijët, ma hodhi si ide këtë pjesën e ekipeve sportive dhe thash pse jo. Pavarësisht se unë isha marrë gjithkohë me futboll, nuk e pash shumë sfidë të pjesën e volejbollit. Edhe pse ka mungesë infrastrukture për aktivitete, thot se ja ka dalë më së miri duke nxjerrë ekipin e Kukësit kampion kombëtar të shkollave për volejboll. Ajo që unë konsideroj sfidë është kjo pjesa e infrastrukturës. Kjo është goxha pengesë për neve.
do të thonë, infrastruktura normalisht kërkoj një kosto e me radhë, po ajo që më shqetëson akoma më shumë është pjesa e përkujdesjes ndaj infrastrukturës. Unë bajmon vjetë, ne bënim stërvitje në palestra që s'kishin të zritare. Por kjo, fatmirësisht, nuk është se na pengoj që ne vazhdonim punën, si që dhe ju e dini, vjetë ne dollon kampion, dhe nuk u justifikua me pjesën, jo po s'kemi kushte, jo po nuk do kemi rezultat. Jo, ne thjesht vazhduam me kushte që kishim, vazhduam testin përpara dhe dollon kampion. Shpresojmë që edhe këtë vit e njëjta situatë. Duket se interesi është rritur dhe për të rinjtë e të reja të Kukësit. Unë jam shumë optimiste me punën që kemi bërë. Normalisht, nga vjet në si vjet, kemi një progres shumë të madhë në këtë aspekt. Ka masivizim të dukshëm. Kam prindër që më telefonojnë dhe më thonë, lutem mi angazho fëmijët me sport. Po, normalisht në volejbol ka një limit nxënësisht, sepse është një sport që luhet me më pak veta se futbollit. Po si do qoftë, ne mundohemi të angazhojmë dhe të pikasim elemente që kanë predispozita për të bërë sportist në një të ardhme. Ajo që unë synoj është që të krijoj një ekip qoftë volejbolli ose futbolli dhe tjetë profesionist dhe pse jo t'i angazhoj në përkampionate që organizon Shqipëria. Trajnerja nga Kukësi në fund ka një apel për të gjithë prindrit që të angazhojnë fëmijët e tyre sa më shumë në sport. Dhe për të mbetur tek sporti do njemi tani me vrapuesin Alush Çukari, ai gjithë jetën e tij ka kushtuar vrapit dhe vazhdon që ta sfidoj veten e tij maraton pas maratone, kilometër pas kilometri. Sporti nuk është vetëm garë, por një mënyrë jetese, një pasion që ndriçon jetën dhe mbush atë me energji. Kjo është historia e një shqiptari që ka kushtuar jetën e tij vrapit dhe që vazhdon të sfidoj veten, kilometër pas kilometri, maraton pas maratone. Ka filluar që në vitet kur kam qenë zënës në shkollën 8 vjeçare në Tetori. E kam patur pasion atletikën, vrapimi dhe në gjitha aktivitetet që bëshin kroset masive, maratonat e qytetit, gjithmonë isha pjesëmarrës. Që në fëmijëri, ai e ndjente vrapin si një thirrje të brendshme, duke nisur që në moshën 10 vjeçare, pjesëmarrja në gara shkollore dhe maratona lokale e bëri të kuptoj se ky sport nuk ishte thjesht një aktivitet fizik, por një pjesë e pandare e jetës së tij. Për 48 vite, ai ka vjuar të vrapoj pa u ndalur, duke sfiduar distancat dhe veten në çdo garë ku ka marrë pjesë. Gjithmonë kam qenë i shkathët me shokët e lagjes, me shokët e shkollës dhe siç të thash, kam vrapuar në çdo maraton dhe çdo kros që është zhvilluar në qytetin Sarandës me shkollat. Dhe gjithmonë atje kam zënë edhe vend të parë, vend të dytë, vend të tretë. Ndër sfidat më të mëdha të tij kanë qenë maratonat e gjata dhe të vështira në Shqipëri, si ajo nga Saranda në Tiranë përmes Muzinës, nga Saranda në Vlorë përmes Llogaras, si dhe itinerari Sarandë-Përmet. Kam vrapuar që në moshën 10 vjeç, 48 vjet kam që vrapoj, e kam pasion atletikën dhe kam vazhduar rregullisht dhe kam marrë pjesë në maratona brenda vendit dhe jashtë vendit. Kam vrapuar 3 maratona individuale, siç e kam thënë dhe në intervistat e tjera. Nga Saranda në Tiranë me 9 segmente, kalimi nga Muzina. Sarandë-Vlorë, kalimi nga Llogaraja me 5 segmente dhe Sarandë-Përmet, kalimi nga tuneli me 3 segmente. Kam marrë pjesë 3 herë në maratonat e Tiranës, 2 herë kam vrapuar në 10 kilometra dhe 1 herë në 21 kilometra. Për të, vrapimi nuk është thjesht një aktivitet fizik, por një nevojë e përditshme, një ushqim për trupin, që i jep jetë. Sporti për mua është shëndet, jetë. Kur vrapoj, ndihem shumë i lumtur dhe e kam, domethënë të domosdoshme që të stërvitem, e kam pasion, e kam ushqim me një laf, stërvitjen dhe jam i detyruar që të vrapoj deri në fund sa të kem mundësitë e mia. E konsideroj sporti një ushqim të përditshëm, si puna e ushqimit që ham njerëzit, edhe unë e kam sporti një ushqim për shëndetin tim, pasi sporti më mban gjallë. Dhe
Vrapo, rënd o maratonomak, vrapo dhe jeto. Së fundmi, më 23 shkurt të vitit 2025, ai mori pjesë në maratonën e Napolit, një garë e fortë prej 21 kilometrash, ku konkuruan 6034 atlet nga vende të ndryshme të botës, me fanellën ku shkruhej Saranda Albania. Ai përfaqësoi vendin e tij me krenari dhe arriti një rezultat mbreslënës, duke zënë vendin e 32 me kohën 1 orë e 32 minuta, një sukses që për të është një nder i madh. Ma 23/2 2025 u zhvillo maratona e Napolit në Itali, 21 km, gjysmë maraton, si për fëmërë dhe për meshkuj për çdo lloj moshe. Në këtë maraton u informova nga disa emigrantë shqiptarë që banojnë në vite në Itali për të marrë pjesë në këtë maraton që zhvillohet vit për vit në Napoli, në Itali. Unë këtu shkova me dëshirën time dhe me fanelën me mbishkrimi Saranda Albania, duke marrë pjesë në maraton dhe në 6034 garus, zura vendin e 32 me kohën 1 orë 32 minuta 16 sekonda, i cili për mua ishte edhe një vend deri. Por sfidat nuk ngalen këtu. Gara e ardhshme e pret në Firenze, ku do të vazhdoj të përfaqësoj Shqipërinë me të njëjtin përkushtim dhe pasion. Maratona e Radhës është në datën 6 prill, 21 km gjysmë maraton në Firenze të Italisë, ku përsëri atje do të jem pjesëmarrës në këtë maraton. Mesazhi i tij për të rinjt është i qartë. Sa më shumë të aktivizohen, të angazhohen me sportin, se sporti është jetë, është kulturë. Të gjithë, të rinjt edhe moshat e ndryshme të merren me çdo lloj sporti, me ecje, me vrapim, me not e sporte të ndryshme. Pasi sporti të shton jetën. Me hapa të sigurt dhe me zemrën plot energji, ai vazhdon të vrapojë, duke dëshmuar se pasioni dhe përkushtimi nuk njohin kufi. Profesioni i berberit duket se po preferohet të gjithnjë më shumë nga djemtë të ri dhe në një kohë kur është mania për të larguar dhe për të emigruar jashtë Shqipërisë, dy të rinj nga Vlora thonë se është pikërisht ky zanat që kanë zgjedhur për të ndërtuar të ardhmen e tyre këtu. Këto mjete nuk i ndan prej 13 vitesh. Geraldo Belura i ushtron profesionin e berberit në Vlorë, ndërsa tregon që nxitja kryesore ka qenë jati, pasi ai vetë si çdo i ri dëshironte të largohej. Unë kam që në 2012, po bëj gati 13 vjet. Edhe me kalimin e viteve profesionalizuar, po unë kam, si të thuash, unë jam shtyr nga babai kur kam qenë në moshën 19 vjeç, kam qenë shumë i ri. Doja të emigroja si të gjithë, edhe kjo është vajta një në Itali, u ktheva, si të thuash me zorë më kam futur, edhe kaluan vitet, thash hajde po e bëj, kaluan vitet, ja ku jemi sot 13 vjet, kam diçka time që e kam hapur, kam shumë pak, biles mund të them ditë që e kam hapur, jam i kënaqur me këtë punë që bëj, shpresoj të vej mirë. Sipas tij, me kalimin e viteve është shtuar edhe interesi tek të rinjt për ta zgjedhur si zanat. Si është profesioni i berberit? Ka interes nga të rinjt për... Tani po. Është bërë një profesion që po e zgjedhin shumë, sidomos brezi i ri. Po e zgjedhin për arsye edhe të anës ekonomike, të mos të emigrojnë, të rinë në vendin e tyre. Unë mendoj se është një profesion i mirë që të jep një pavarësi të vetja jote. Megjithatë, kjo varet sepse edhe tek aftësia, tek kozgjatja, tek eksperienca, nëse do jesh berber i ri është shumë e vështirë që ta hapësh, po nuk pate një klientel bazë që ta hapësh diçka shumë e vështirë. Unë kam punuar shumë vite me njerëz të tjerë të diku, edhe tani erdhi momenti që bëra diçka time pas shumë vitesh që kam punuar diku. E kupton? Duhet të kesh një klientel, një diçka që sepse e ke pak të vështirë, nëse do ta hapësh vetë dikë. Edhe mund ta hapësh, por është pak e vështirë. Jo, nuk është se janë në nivele shumë të larta.
të përballueshme, mund të themi, po sido që të jetë se janë shumë gjëra të tjera përveç se gjërave të shtetit, jo qiraja, jo drita, jo, ka shumë gjëra të tjera që prandaj them që duhet të kesh një bazë që të fillosh që të hapësh diçka, sidomos nëse do hapësh një pak a shumë një biznes, mund ta quash se të tillë, e kupton? Jo vetëm berberanën, por çdo lloj profesioni që është berberana futet punët artizanale. Edhe jo vetëm berberanën, po dhe ka shumë profesione të tjera që mund t'i zgjedhim. Ja u këshilloj si jo, është një punë që të i përshtatet dikujt që nëse e bën, po duhet të ketë vullnet dhe dëshirë. Në sallonin e tij, Geraldo është zgjeruar duke punësuar edhe të rinj. Një shembull është Eldis Taraj, i cili thotë se ky profesion e ka ndihmuar të rritet dhe të shohë të ardhmen në Shqipëri. Jo, unë kam 4 vite eksperiencë që kam filluar vetë si profesion. Kam marruar një kurs 3 mujor të zyre punës edhe tani më dha mundësia që me anë të njohjes një agerin edhe erdha të punoj këtu. Si duket profesioni i berberit? Po është një profesion si shtatë ageri që t'jep liri në punën e përditshme, po varet edhe si organizon punën. Po sa e vështirë është? Është normale ajo që fëmijët, sepse si kontrollon dot prindrit, ka prindër që i kanë edukuar që edhe mund të qëndrojnë, ka edhe prindër që pastaj e la aty ai edhe largohet. Bën fëmia çfarë do. Unë jam 26 vjeç, edhe kam punuar 4 vite që ushtroj. Po zgjodha të qëndroj sepse edhe jashtë është vështirësia se ato lekë që do fitosh nuk i mbledh dot, se jo qiraja, jo jetesa, ushqimet. Është më vështirë. Po, normale. Këtu ke mbështetjen edhe të njerëzve, ke njohje, familja, të gjitha. Durimi dhe përkushtimi duket se janë çelës e suksesit në këtë zanat sipas dy të rinjve, profesion i cili po preferohet gjithnjë më shumë. Muzeu Etnografik i Krujës është kthyer pa diskutim në një atraksion të jashtëzakonshëm për turistët vendas dhe të huaj. Ndodhet në një nga shtëpitë më të njohura të qytetit. Bëhet fjalë për shtëpinë e familjes Toptani, një banesë tipike krutane ndërtuar në vitin 1764 dhe është një shembull i jetesës tradicionale të asaj periudhe. Por me përmbajtjen e këtij muzeu sot na njeh më së miri përgjegjësi i Muzeut Etnografik. Muzeu Etnografik i Krujës, një nga thesaret më të vyera të trashëgimisë kulturore shqiptare, është një atraksion jashtëzakonshëm për turistët vendas dhe të huaj. I vendosur brenda kalas historike të Krujës, ky muze është pjesë e pandashme e identitetit dhe kulturës lokale. Ai ndodhet në një nga shtëpitë më të njohura të qytetit, shtëpinë e familjes Toptani, një banesë tipike krutane, e ndërtuar në vitin 1764, e cila është një shembull i jetesës tradicionale të periudhës. Këtu jemi përballë Muzeut Etnografik. Është një banesë origjinale, ndërtuar para 261 vitesh nga familja Toptani. Është 2 kate si banesë, Muze Kombëtar Etnografik nga viti 1989 dhe tu paraqitesam po të them në mënyrë më të mirë gjitha kulturët, zakonet, traditat, zejet pra qytetit Krujës, por dhe më gjerë. Do të thonë që së fundmi ka pësuar dhe një restaurim total banesës, pra financuar nga Fondi i Bashkimit Evropian, në bazë të projektit EU for Culture, të bërë nga UNOPSI. Dhe u bë restaurimi i banesës, u bë muzealizimi i ri, pra ashtu dhe teknologjia, pra është bërë një muze tamam bashkëkohor, pra që ndihmon shumë të mirë për të kuptuar pra gjithë atë mënyrën e jetesës, zakonin, kulturën, traditat, ka përshtatë për shembull tabletën e VR, një diçka tjetër. Pra ky muze përfaqëson më së miri etnografinë, do të themi, dhe është ndarë në 2 kate. Si muze, kati i parë i banesës do shikojmë janë vetëm punishtë e veglat e punës, ku tregojmë zejet kryesore që praktikosin në qytet. Në sa lart janë ambiente banimi, ku tregojmë mënyrën e jetesës, pra si ishte tradita, si ishin zakonet, si ishin veshjet në atë periudhë. Po do shikojmë gjitha me radhë. Muzeu Etnografik përshkruan krijimtarinë e popullit tonë në shekuj, si në bujqësi, blegtori dhe artizanat. Një nga aspektet më interesante të këtij muzeu është ruajtja e objekteve origjinale,
ku rreth 90% e objekteve të ekspozuara janë origjinale, e një pjesë e tyre deri në 500 vjeçare. Kjo renditet edhe si arsyeja përse turistët shfaqin interes kaq të lartë për të vizituar këtë muze. Të shikojmë para si punon të Kovaçi, si bëshin ente baltës e ceramikës, si prodhoi vaj ulliri, si bëshin qeleshet. Duhet të them që ky muze është një pasuri kombëtare. Për atë që përfaqëson muzeu, për atë kulturë që përfaqëson muzeu, për atë objekte që ka muzeu, për këtë banesë, dhe si pasuri kombëtare të cilët vlerësojnë shumë turistë nga gjithë bota dhe kemi larmishmëri shumë të madhe turistash. Pra vijnë nga gjithë Europa, por nga vende të tjera që në jashtë Europës, nga Amerika. Turizmi normalisht është shtuar, këtë vit presim të kemi një bum shumë të madh vizitorësh në këtë muze, pra për vetë atë që përfaqëson ky muze. Edhe mbas restaurimit, mbas rihapjes, pra ka një kërkesë shumë të vazhdueshme, vetëm një agjenci turistike po them thonë që kanë afër 7.000 vizitorë që do ta vizitojnë këtë muze, për që kanë programuar vizitën në këtë muze. Por kjo për treguar që do jetë një pikë referimi shumë e rëndësishme, jo vetëm në qytetin e Krujës, por në gjithë Shqipërinë. Në të dyja katet e muzeut, vizitorët mund të shohin një shumëllëshmëri objektesh, nga veshje tradicionale, mjetet e punës, pajisje bujësore e deri te artizanati. Përgjegjësi i Muzeut të Krujës shpjegon me kujdes çdo detaj të përbërjes së godinës dhe historinë e saj, duke i dhënë vizitorëve mundësinë të kuptojnë në mënyrë të thelluar rëndësinë e këtij muzeu. Atëherë kjo është punishtja e parë e muzeut, pra kjo vizitohet e para dhe nga vizitorët, nga turistët, dhe këtu tregojmë pra Kovaçanen, pra vendi ku rrinte Kovaçi që punonte hekurin dhe çfarë prodhonte në të kohë. Tregojmë çarkun e Porçarit, ku bëshin ente baltës, ente qeramikës, po ashtu ka një videoprojektor që tregon gjitha zejet, pra mund të shikoni të vendosur dhe këto ente baltës, ente qeramikës janë të vendosur atje. Po ashtu kemi edhe dhomën e Bariut lart edhe poshtë vasën e baktive. Punishtja e dytë, tu tregojmë distillerinë, pra është prodhimi i verës dhe i rakisë, edhe tregojmë shpjegojmë gjithë procedurën se si bëhej rakia në atë periudhë. Dhe këto janë objekte origjinale, nga fuçit e drurit që më ishin për frutat për fermentim, nga kazani i bakrit, e lugu i drurit, pra tregon gjithë procesi më së miri. Po, kjo është punishtja tjetër, dhe kjo tregojmë pra dhe këtu zejë të ndryshme nga prodhimi i qelesheve. Pasi prodhoshin qeleshe dhe bëra me shajak, nga prodhimi i papuçeve, po ashtu një tjetër material, tek mulliri me ujë, që ishte për bluar drithin, pra e funksiononte me ujë, deri tek valavica, që është një tip të zgjahu me ujë që shërbente për ngjeshur leshin për të bërë shajak për veshjet. Ndërsa në këtë punishte tregojmë prodhimin e vajit të ullirit, pra tregojmë gjithë procesin se si bëhej vaj ulliri në atë kohë, nga shtypja e ullinjve, që lëvizej guri dhe pjesa e dytë është tek shtrydhja, pra për të nxjerrë vajin, pra tek presa që është aty. Po ashtu kemi edhe shtypa të mëdha që janë origjinal, që janë nga 250 vite deri në 300 vite që shërbenin për të mbajtur vajin e ullirit. Oda e grave ose oda e nusës për ceremoni, pra nëse një festë, nëse një dasmë, gratë mblidheshin këtu. Pra dhe këtu ishte dhoma ku futen nusa për herë të parë. Këtu kemi arka origjinale ku nusa sillte pajën e saj. Po ashtu dhe freskët lartë janë 261 vjeçare, pra sa që ka dhe banesa. Dhe kjo është oda e burrave, kjo është gjithë origjinale si dhomë, të ishte vetëm për miqt, po themi, kur kishin ceremonia apo festa. Ta është gjithë origjinale nga tavani lartë, që është 261 vjeçar, tek dritare, tek pjesa e xhakut, tek pjesa e freskëve lartë sipër xhakut. Po ashtu dhe ambienti i lartë, ku ka disa dritare, ku rrinin vajzat e shërbimit. Pra shikoni nga dritaret që ose mungonte diçka burrave në sofër, e përgatisin vajzat e gratë në kuzhinë, pastaj vinë gjerë tek dera silën ushqimin dhe ishte një djalë i ri që shërbente burrave në sofër. Ky është hamami, ose ishte hamami privat i familjes, pra ishte një banjë me avull, dhe kishte një mënyrë shumë interesante funksionimi, nga vaska këtu që mbushe me ujë të ftohtë, nga xhaku në dhomën e familjes ngrohte dhomën dhe ujin njëkohësisht, dhe uji që shakullonte brenda murit, që të ngrohej dhe muri, dhe avull dilte nga rrimët e këndëve. Tavani është i mbuluar me xham, pra është në formë kupole, që avulli mos të dilte, po të kishte ndri natyrale brenda. Muzeu Etnografik i Krujës është një vend ku historia dhe kultura bashkohen në një mënyrë unike, duke ofruar një përvojë të pasur për ata që e vizitojnë. Dhe ishte gjithçka e përgatitur për korrespondent, unë ju lë takim javën e ardhshme me të tjera histori. Qëndroni me ABC.